Falënderimi takon Allahut Zotit të botëve, I cili na e dhuroi Ramazanin si mëshirë, si pastrim dhe si mundësi për të kthyer tek Ai. Atij I takon falënderimi për çdo mirësi të dukshme e të padukshme. Salavatet dhe selamet më të zgjedhura qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atë që na mësoi agjërimin si adhurim, durimin si forcë dhe takvën si shpëtim. Paqja qoftë mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamati I vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është çfarë na stërvit Ramazani. Fjala Ramazan në origjinë Ramadan në kuptimin gjuhësor dhe etimologjik do të thotë tokë e qarë nga vapa e madhe dhe gjithashtu nuk kupton shiun që bie mbi tokën e qarë. Ramazani si një dhuratë e veçantë e Allahut xhaleshanuhu për njerëzit është një begati si shiu për tokën e plasaritur. Shpirtat e njerëzor të plagosur nga mëkatet kanë mundësinë që në Ramazan të shërojnë plagët dhe të dalin prej tij të freskuar dhe të pastruar nga mëkatet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e kalon Ramazanin me besim dhe duke I bërë llogari vetes, do të dalë nga Ramazani I pastër nga mëkatet. Dua të ndalen te fjala duke I bërë llogari vetes. Të dalësh I pastër nga mëkatet prej Ramazanit është e mundur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e premton këtë. Por të jesh I pastër nga mëkatet nuk do të thotë vetëm të braktisësh ato gjatë Ramazanit, por të përballesh plotësisht me to dhe të luftosh rrjedhësisht. Ramazani është një ambient I veçantë. Ai është një trajnim I veçantë që e forcon njeriu për të përballur me mëkatin. Kështu Ramazani na mëson devotshmërinë, takuan. Allahu xhaleshanuhu wa jalla jalaluhu ndër arsyet që u ka bërë detyrim njerëzve agjërimin thotë që të bëheni të devotshëm. Me agjërimin mësojmë se çfarë është kontrolli I vërtetë tek njeriu, e ajo është vetë kontrolli. Agjërimi na mëson se nuk ekziston mëkat I fshehtë. Na mëson se në jetën e njeriu realisht dhe praktikisht e ndaluar është vetëm ajo që njeriu me vullnetin e vet I ndalon vetes. Në kufirin mes ditë të tretave të Ramazanit, e para në cilën kemi hyrë dje, e shënuar me mëshirën e Allahut, rahmetin, dhe dita që Allahu dhe I dërguari e quajnë magfiret, falje, është aktuale që të përfshihemi në luftë kundër mëkatit dhe të forcojmë veten për të përballuar me veset dhe me shejtanin në jetën tonë. Agjërimi është një stërvitje e fuqishme që njeriu të mësoj se çdo gjë që dëshiron brenda kufive të mundësisë njerëzore mund ta realizojë. Ne mundmi kur vendosim. Agjërimi ndodh në mendje, jo në stomak. Kur vendosim që nga agimi del në perëndim të diellit të mos hamë, të mos pim, ne e bëjmë këtë. Nuk ka asnjë kontroll të jashtëm mbi ne. Ekziston vetëm vetë kontrolli. Po ashtu, kur njeriu vendos të mos mëkatoj, ai edhe atë mundet. Nëse nga agimi deri në perëndim të diellit, njeriu mund të përmbahet nga buka halal, si është e mundur të mos përmbahet nga ajo që është fituar me vjedhje, korrupsion, rishfet apo çdo mënyrë të ndaluar. Ramazani të udhëheq dhe të mëson drejt këtij vendimi. Ashtu siç I thua jo bukës dhe ujit gjatë ditës, po ashtu ti thuash jo edhe mëkatit. Nga Ramazani njerëzit duhet të dalin më të mirë dhe më të devotshëm. Fjala Ramadan në arabisht në përjavjen e saj etimologjike ka kuptimin e tokës së qarë mbi cilën bie shiu. E qarit zhduken në dhe toka rinjallet. Shpirtat tanë të plagosur nga mëkatet kanë mundësinë që me begatin e Ramazanit të rinovohen, të forcohen dhe të dëshmojnë një jetë të re në hijen e kënaqësisë së Allahut xhaleshanuhu wa jalla jalaluhu.
një jetë të re në rrugën e drejtë. Përveç devotshmërisë, Ramazani na stërvit dhe na mëson edhe durimin. Allahu xhalla xhanu thotë se për dërimtarët nuk ka shpërblim tjetër përveç xhennetit. Allahu xhalla xhanu thotë gjithashtu se dërimtarët do t'i shpërblej pa llogari në botën tjetër. Një nga resurset bazë që i nevojitet njeriu për të agjëruar është durimi në përmbajtje. Ka njerëz, robër të vërtetë të Allahu xhalla xhanu, që në Ramazan nuk heqin dorë vetëm nga knacit materiale trupore, por heqin dorë edhe nga mëkatet. Imam Gazaliu këtë lloj agjërimi e quan agjërimi besimtarëve të mirë, i muslimanëve të vërtetë, të cilët përveç ushqimit përmbahen edhe nga fjala e shëmtuar. Ka dhe nga ata që heqin dorë vetëm nga ushqimi. Në mjedisin tonë, ka njerëz që në Ramazan heqin dorë vetëm nga alkooli, nuk pinë gjatë Ramazanit. Shikoni çfarë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur të vijë Ramazani, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe shejtanët lidhen pra prangosur. Me të mirat e kësaj bote i hap dyert e xhennetit dhe i mbyll të xhehenemit. Kur Allahu xhalla xhaluhu i lidh shejtanët, shqiptari i mirë mund ta lërë rakin, por kur shejtani lirohet edhe epshi i tij dhe ai kthehet përsëri mëkatit. Prandaj është e nevojshme që në Ramazan të grumbullojmë forcën e besimit në vete, ashtu siç përmbahesh nga shishja në Ramazan, vazhdo stërvitu sepse këtë vepër Allahu xhalla xhanuhu e shpërblen pa llogari. E për dërimtarët nuk ka shpërblim tjetër përveç xhennetit. Durimi më i mirë është këmbgulja në të mirë. Nëse mund të durosh të mos pish në Ramazan, kjo do të thotë se mundesh nëse dëshiron. Por pse atëherë nuk vazhdon? Pse me vendimin tënd vrapon drejt shkatrimit në këtë botë dhe drejt zjarrit në botën tjetër? Përgjigju vetes. Muhamedi alayhis salam thotë se ata që janë zgjitur në alkool nuk do të kenë mundësi në botën tjetër të shijojnë mëshirën e Allahut xhalla xhanuhu wa xhalla xhelalu. Ramazani është mundësi e mirë. E para është mëshirë, rahmet. E dita është falja mëkateve dhe magfiret. E treta është çlirim nga zjarri, itqun minan nar. E veçanërisht e dita e tij, e quajtur magfiret, është një nxitje e fortë për të larë hesapet në mëkatin dhe për t'i lejuar Ramazanit t'i shëroj plagët në shpirtin tënd, ashtu si shiu e ringjall tokën e qarë nga vatë. Përveç devotshmërisë dhe durimit, Ramazani na mëson se mbrojtja e vlerave themelore është obligimi i besimtarit. Kudo dhe gjithmonë. Në Ramazan, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, me 17 të Ramazanit, i mbrojtën vlerat universale që me një fjalë quhen Islam. Nuk dua të flas tani për rrjedhin dhe mesazhet e betejës së Bedrit. Po ashtu si në atë ditë të fillimit të marsit, kur rezistenca dhe sakrifica u treguan në maksimum, edhe ne duhet të përkujtojmë guximin dhe vendosmërinë e atyre që luftuan për liri. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kthye me shokët nga fitoria e Bedrit, a e dini çfarë u tha atyre? Atyre u tha: po kthehemi nga betejë e vogël në betejën e madhe. Ata e pyetën: ja Rasulullah, cila është betejë më e madhe e dërguar? Ai tha: betejë me vetveten. Kur u kthyen nga ato përpjekje, a e kuptuan se po dilnin nga betejë e vogël drejt betejës së madhe? Duhet ta kuptojmë se betejë kur nuk përfundon, veçanërisht ajo me vetveten. Ata burra të guximshëm nuk besuan se do të jetonin në një shoqëri korrupsioni, rishfeti, varfërie, ku pagat nuk shihen me muaj. Prandaj, sot duhet fillojmë betejën me veten dhe më në fund të sigurojmë fëmijëve tanë mirëqenie dhe paqe.
Më e lehtë ishte, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të mposhteshin i dhujtarët në Bedër, se sa të mposhtet lakmia brenda vetës. Më e lehtë ishte të mpoheshin armiq, se sa të mposhtet epshti dhe dashuria për dynjan në këtë botë. Ky muaj është koha kur fillojnë betejat e mëdha. Ashtu siç ndodhi në historinë tonë, e edhe në shembujt e të së kaluarës, ku kurajo dhe sakrifica u provuan në maksimum. A ka gjëra të rastësishme në këtë botë, në botën e Allahut? Jo. As kjo përpjekje, as kjo përputhje nuk është e rastësishme. Pas Bedrit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërtoi një shoqëri të fortë mbi drejtësinë. Ne, pas Bedrit ton, ndërtuam një shoqëri të lëkundur, sepse nuk u ndërtuam mbi drejtësinë, por mbi mëkatin. Prandaj, le të fillojmë betejën me veten tonë në këtë muaj të Agjërimit. Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu i pret robrit e tij, pra na pret neve që të pendohemi. Mëshira e tij është e pakufishme. Allahu nuk e fal mosbesimin, por i fal të gjitha mëkatet e tjera. Por kur të pendohesh, mos u kthe pas Bajramit në rrugën e vjetër. Ramazani është shkollë, jo qëllim, por mjet që na ndihmon të jemi njerëz të mirë, besimtar të vërtet dhe ta jetojmë Islamin. Nëse në Ramazan duron nga mëkati, duro edhe në jetë. Ramazani është këtu për të treguar se kjo është e mundur, ai është edhe muaj i çlirimit. Me 20 Ramazan të vitit 630, pejgamberi alayhi salam hyri fitimtar në Mekë. Sikur ata pas Bedrit të kishin jetuar në korrupsion, tradhti dhe grindje, kur nuk do të kishin hyrë në Mekë fitimtar. Por ata luftuan me veten dhe mëkatin, prandaj fituan. Ramazani na mëson edhe falin. Në Ramazan shoqërohemi, ndërsa në Bajram sikur të shtypet një buton dhe i kthejmë shpinën njëri tjetrit. Agjeron për hir të Allahut, si të mos mundesh t'ia falësh një fjalë të keqe vllajt tan. Për hir të Allahut, sepse pejgamberi alayhis salam thotë se dy njerëz që duan për hir të Allahut do të jenë në hije në ditën kur s'do të ketë hije tjetër. Në Ramazan filloi shpallja. Në të tretën e tij, të cilën pejgamberi e quajti shpëtim nga zjarri. Nuk ka shpëtim pa shpallje. Nëse duam shpëtim, ta jetojmë Kur'anin. O Allah i lartësuar, ashtu si shiu e ringjall tokën e qarë, bëje Ramazanin që ta ringjall dhe forcoj besimin ton. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.